Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Nderuar vëllezër besimtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po vazhdojmë të nderuar me pjesën e dytë të hadithit të katërt të haditheve të cilat i ka përmbledh Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Pra janë 40 hadithe prej haditheve madhështore të profetit alayhi salatu wassalam, dhe secili hadith në veten e tij është një rregull e madhe dashur vëllezër e fesë sonë të madhe islame. Pra përmbon me dhjetra mësime, porosi, mesazhe, dhe secili hadith është një kapitull në veti për nga rëndësia e tij. Madje disa hadithe përmbajnë edhe më tepër se sa një tematik. Keni pa dhe këtë hadith ndëruar vëllezër besimtar në pjesën e parë të këtij hadithi, profeti alayhi salatu wassalam ka treguar për një që atëherë padyshim kur është shpall profeti, kur është zbrit, kur ka zbrit Kur'ani, kur ka fol pejgamberi selam në këtë hadithe, kanë qenë gjëra jashtëzakonisht të çuditshme, sepse ka folë dhe ka treguar mënyrën e krijimit të njeriut në barkun e nanës. Pra i ka përmbledhur ose i ka përshkruar 4 etapat e krijimit fillestare, pra të krijimit të njeriut, në për të cilat ka lënë prej momentit të fekundimit derisa të vendoset shpirti. Kjo është ajo pjesë e aportit dashur vëllezër besimtarë e hadithit. Pra i ka përmbledhur profeti selam 4 etapat e rëndësishme dhe për cilat ka lënë njeriu, apo ku e ka zanafillin e tij dhe qysh ai pastaj shndrohet prej një pikë uji në një pikë gjaku, pastaj në një copë mishi dhe në muajin e 4 respektivisht kur ai të plotson 4 muaj, pra në 120 ditët e para i vendoset shpirtin duke qenë në barkun nënës. Megjithatë, jo të gjithë pastaj edhe lindin të gjallë. Pra përkundër që i vendoset shpirti, ka prapë shumë foshnjë të cilët vdesin duke qenë në barkun e nënës dhe nuk e shijojnë jetën e kësaj bote fare. Pastaj një pjesë e rëndësishme e këtij hadithi dashur vëllezër besimtar, kanë thënë se kjo pjesë është ka bërë shumë njerëz që me pranua dhe islamin, në cilët kur e kanë lexuar këtë hadith që profeti sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëruar dhe ka treguar se çysh krijohet njeriu, sigurisht se për njerëz të mençur që tash e kanë zbuluar ose ka zbuluar teknologjia mënyrën e evolimit të njeriu, çysh krijohet, çysh zhvillohet, atëherë kanë pasur vërtet ky islam ose ky profet vërtet që ka profet dhe pas ka folë jo nga mendja e tij, sepse s'ka pas dije në atë kohë që me tregu se si krijohet ose si zhvillohet foshnja në barkun e nënës. Kurse sot padyshim me arritjen teknologjike dihen dashur vëllezër këto procese, dihet dhe incizohet e shihet e përcillet javë pas javë ose qysh zhvillohet fëmiu në barkun e nënës. Padyshim se kjo dashur vëllezër besimtar, neve si besimtar na shton edhe më tepër edhe imanin, po na shton edhe më tepër apo duhet të na shton më tepër dashurinë për profetin alayhi salatu wassalam, madje dhe dashurinë për respektin e rrugës së tij dhe pasimin e tij, dhe mos mashtrohemi në asnjë rrethon me pasimet e kota ose me rrugë të devijuara të dashur vëllezër besimtar, duke pas këtë dritë që Allah azza wa jall na ka nderuar me të, me lanë dhe me pasu ndonjë errësirë qysh po pasojnë sot fatkeqësisht muslimanët, në veçanti tash në fund vit. Pjesën e fundit të pjesës së parë, fjalia e fundit është vëllezër që përritën kur të thotë që realisht muajin e 4 i zbret ose vjen me loqja, një meloqe specifike, e cila është ngarkuar me një detyrë specifike dhe futet në barkun e nënës dhe ja vendos shpirtin
dhe urdhërohet që secilës foshnjë pra mja shkru 4 vendime të mëdha. 4 vendime të mëdha, cilat pastaj kanë të bëjnë me jetën e tij në këtë botë, por edhe me jetën e tij në botën tjetër. Allahu na ruajti dhe na bëj prej të lumtur ya Rabbel Alamin. Por dashur të zërbesimtarë, pra që i shkruhet në barkun e nanës, ka thonë Profeti sallam, është rizkuhu. Pra me laqja urdhërohet me ja shkru riskun se sa ka me harxhu për gjatë jetës së tij në këtë botë. Kjo punë është e preme, është e definume. Ende pa dalë në këtë botën që po bëhen të lashët të mas riskut të mas dënja. Subhanallah, na ka tregu Profeti, o njeri, ai që të ka kriju, ti se ke ditë, heq që po krijuash. Heq se ke ditë. Këna orë se vullneti prindërve, prind kam pas dëshire, ajo është këtë rregull, por na as këna bo kërkes, as këna thonë zë, që të mbardhësh, as në Bernic, as në Lefës, as në Prishtinë, as qëmë në vend ku ka me hëngër ma shumë, ja, ato e në punë tjetër kujna. Në ka kriju me urdhënin e tij dhe ende pa na qit, duke qenë në barkun në nanës, krejt të mbyllur në errësirë, krejt errësirë. As rrym, as grun, as misër, as çokoladë, as kur gjë dhe këna jetu si bosa. Këna jetu me urët Allahut azza wa jall. Secili ka pas mënyrën se çysh ashtu dhe e na rrit, dhe e na zhvillu, dhe e na bo mashallah tani kur e don këtë dynja të përtit. Si të qoftë është vëllezër, duke qenë në qatë vështërsi, në qatë errësirë të madhe, errësirë pas errësire. Pa ditë kur gjohesh, Allah thot shkruja dhe ti robi tem rrisu se këtë lashe bëhat. Shkruja, dhe kallëzoj, dhe na ka tregu, o insan, unë të kum kriju dhe unë ta kum shkru, riskun e kitë garantu. Nuk thot kjo që mos e boj gojle, po të mundohu, por mos e hep këtë jetën veç për qatë ka fshot bëk, se pak jetu bo. Pak pronat aspektin, ju që të angazhu pak, po jetë duke harxhu i jetën që Zotë të ka dhonë për diçka shumë më të madhe, në diçka që e kite garantu. Si të qoftë, kjo është e para pjesa e dytë, ose gjëja e dytë, urdhri i dytë ekzekutiv. Subhanallah. Kur për nënshruaj presidenti i famshëm, disa vendime dhe për qëtë kështë të vjef kalëzën gazetarëve krejt, po dojmë shysh se shka ka nënshkru, sepse e ka një farlej për shteti. Po i modhi Allah Azza wa Jall, urdhër, jo umër, qëto është deciterisht haditi, jo umër, urdhërohet me 4 gjona, me shkru. Urdhëri parë ekzekutiv është riskun, urdhëri dytë ekzekutiv cili është, e gjeli, subhanallah. Shkoni ka njëtë të vorët, o shakëzër, edhe këto të vorët tona, dhe shihni, meditoni, dikush ka jetu një vjetë. Ka gja shumë ka fmi këto. E shihni ato, ka linë 2025, është varros në 2025. Ma pak se një vjetë, dikush 2024, 2025, e kështë më radhë. Dikush 60, 20, 30, 50, kretë jenë këto si pasë, caktimit Allah subhanahu wa ta'ala. Treta të shëllëzër i shkruhet të urdhëri tretë ekzekutiv është vepra ti. Vepra ti. Vepra që ka me punu këtoj, ko që ka shkru, a e që din të më sheftën të kaluarën, tashme dhe të ardhme, se na nuk dina, as për vetës dina. Qa kena me homo, qa kena me bone, se nuk e din. Sepse jena dëmt, kurse krijuesi jënë, Allah Azza wa Jall e din dhe e ka shkru. Për ata është krijues dhe për ata është meriton të adhurohet subhanahu wa ta'ala. Dhe urdhri ka të dashur të zërbesimtar është që do të jenë të secili do të jetë i lumtur apo do të jetë jo i lumtur, por për atyre që Allah Azza wa Jall do t'i mallkon me përfundim në botën e vendin e xhenemit. Pjesa e dytë të dashur të zërbesimtar, pasi përfundon Profeti alayhis salam këtë pjesë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe betuat, dhe kjo pjesë është jashtëzakonisht e rëndësishme, por pjesa e dytë e këtij hadithi. Fa walladhi la ilaha ghayru, pasha atë që nuk ka zot tjetër përveç tij, subhanallah.
Këtë hadithi është i rëndësishëm. Edhe pjesa po shumë e rëndësishme. Dhe tash po betohet, pra sikur po dënë me tërheqë vëmendjen, sepse për e nuk betohet pa pas ndonjë arsye. Dhe tash po betohet në Allahun që nuk ka zot tjetër përveç tij. Çka do të ndodhja Rasulullah thot, "O inna ahadakum", dikush prej njerëzve, "le ya'malu bi'amali ahli al-jannati", ndërsa mi tash vëzër besimtar. Pasha Allahun që nuk ka zot tjetër ose të adhuruar tjetër përveç tij. Inna ahadakum, pastaj e përforcon pra me këto inë në gjuhën arabe. Vërtet dikush për jush. Le ya'malu bi'amali ahli al-jannati, punon vepra të banorëve të xhenetit. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Deri sot mos ngelet larg prej xhenetit vetëm sa një kut, 1 metër parafors. Pra, ka thonë dietarët shprehje që tregon afërsinë. Pra tregon që ai njeri nuk ka met me hinë në xhenet veç me dek. Ka punuar të jetën, ka punuar veprat xhenetit, pra veprat mira, ibadetet shumta, veprat që çojnë të shtëpinë në xhenet, punon derisa është shumë afër me hynë, me vdek në qatë rrugë dhe me hy pastaj dhe me fitu xhenetin përjetësisht. Fayasbiqu alayhi al-kitab. Edhe në këto momente të fundit të jetës së tij, pas një jete të gjatë që ka punu vepra të mira, është një pjesë e tjetër, një transmetim tjetër që ne sharon pak të hadith dashur të zërëzimtar, sepse është pak hadith që disa prej selefit kanë thonë është hadith mukhif, hadith që të rëqet zemrën, vërtet të rëqet zemrën. Thot derisa tjetë afër xhenetit, fayasbiqu alayhi al-kitab, i del për para apo i arrin ajo që është shkruar në kur në barkën e notës. Çka tha më shkruhet atje? Shkruhet se filani është me banorët e xhenemit. Allah e ka shkruar kjo punë. Por Allah e ka shkruar në bazë të dijes së tij për çat person që shkon me përfundu. Jo që i ka bë zullum, ose jo që ja ka vendos mënyrë pa punuar, pa ja bojë zmetin ai, mirë po nga dija e tij që filoni duket që bëri mirë, duket syt njerëz që po punon mirë, por unë di diçka që ajo nuk e dini. Andaj thot ai punon mirë, fayasbiqu alayhi al-kitab, i del apo i vjen momenti libri që është e ka të shkruar, fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, dhe fillon subhanallahu kret në fund të jetës së tij, fillon tash me punu vepra të banorëve të xhenemit dhe futen në xhenem. Allahu na rujt ya rabbal alamin. Allahu na rujt ya rabbal alamin. Wa inna ahadakum, dhe pjesa tjetër e dikush prej jush, ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira', fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Kurse dikush prej njerëzve punon vepra të xhenemit, pra punon vepra të këqija në jetën e tij në përgjithësi, derisa nuk ngelet mes tij dhe xhenemit vetëm se një kut, 1 metër. Pra ai është afër me hyrë në xhenem nëse vazhdon çashtu, veç i duhet me dek, sepse ai nuk ka me çka me hyrë në xhenet. Ata që mënojnë me hyrë në xhenet pa vepra të shëndetshme besimtar, ata e kanë gabim. Thot ky është të punu vepra të xhenemit derisa është afër shumë me hy, fayasbiqu alayhi al-kitab, mirë po në ato momente pra para se me vdekje, i zbret ajo që është shkruar në libër, që është shkruar atje herët, që filoni është pe xhenetlive, kë mundet me gabu, mundet me rshite, mundet me kohë mos me njohë Zotin e tij, po ka me ardhur në momenti që kë ka mu kthy, që shto e ka shkruar Allahu atje, dhe s'ka mundësi ndryshe me ndodh, dhe s'ka mundësi ndryshe me përfundu. Andaj kanë herë na çudim qysh për filonin xhami, mashallah. Kërkasë kon, po kërkasë kon.
Ka se në konë ashtë asë një, ose se në konë mirë, se dikush elhamdulillah mirë, po, thotë, fejesbiku alejhi l-kitab, dhe i delë për para, ose i arrin ajo që ka qenë shkrume, fe ja'melu bi ameli ehli l-gjenne, dhe fillon me punu vepra të gjennetit, fe yadkhuluha edhe hynë në gjennet. Allah në bo për tyre, ja Rabbel Alemin. Këtë hadith është në Bukhariu dhe Muslim. Do shumë zërë besimtar është një hadith jashtëzakonisht i rëndësishëm, tha që djetarët e kanë llogarit, djetarët e vjetër po flasë, për haditheve që arrënqehet zemrën dhe të bënd me pas jashtëzakonisht kujdes, po dhe frikë një të nku. Andë të tonë është dhe të ndalin disa porosi me nëzirë, realisht i kanë nëzirë djetarët nga kjo pjesë e hadithit ka shumë porosi, por janë disa porosi bazike që muslimonit duhet me pasë parasysh. Çështja e parë të dashur vëllezër besimtar, çka tregon ky hadith, cila është? Është se veprat vlerësohen sipas përfundimit. Veprat vlerësohen sipas përfundimit. Andaj ky është mesazh edhe për besimtarët e mirë, edhe për namazlit, edhe për agjerusit, edhe për haxhilerët, edhe për umrëxhit, edhe për të gjithë. Safin mos e lësho. Pikën mos e ndro. Se halo koku, halo nuk je i sigurt. Pse e fal 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet, nëse runa Zot e ndryshon në momentit e fundit, kjo nuk ta garanton xhenetin pastaj. Mesazhi i parë, mos e lësho pikën që Allahu të ka nderu, por qëndro, sepse vlerësimi i veprave është sipas përfundimit. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, innamal a'malu bil khawatim. Vërtet veprat vlerësohen sipas përfundimit, ose vëllezër besimtar. Ky hadith tjetër e vërteton këto që e ka thonë në këtë hadith që e transmeton Abdullah ibn Mesud radhiyallahu ta'ala anhu. Veprat janë sipas përfundimit. Pra pas ka mundësi që njeriu Allahu na rutja Rabbel Alamin me punu mirë, po me lëshu pritën. Me lëshu pikën. Mu lasdru, mu halit, me mendu që ka bo boll, u fol boll, ka agjeru boll, ka dhon boll, dhe tash pak me shiu jetën. Edhe për pak karitet në sone. Veprat janë sipas përfundimit, edhe dashur vëllezër besimtar. Ka qenë në kohën e Profetit një prej betejave, ka qenë një pjesëmarrës, një trim, luftëtar i madh, po lufton edhe po tregon trimërit jashtëzakonshme para sahabëve. Sa se sahabët po çuditën dhe po ja kanë lakmi. Masha Allah. Po kanë lakmi sikur edhe natë dikush të shumë konë qështu. So nirin, so armikun është duke vro, trim, s'ka frikë. E profeti po thëtë subhanallah, hu min ehlin nar. Ta e është për banorëve të zjarrit, la ilaha illallah, që të qme. Jo që ka do, po luftëtari madh, sahabët pja kanë lakmi, atë shtrimni të madhe që është duke të regu në betej. Edhe, prej gjenem live, interesant, ama profeti foli me shpallje. Njëri prej shokëve ti, tha, me emrin Allahut, ka me përcil qëtë person qysh ka me përfundu. Se s'ka mundësi profeti me fol qka s'është. Ka mundësi, vetë se ka me dal hak. Në sytë tonë, kjo është maja xhenetit. Ndërsa bejme sa më përthot, kjo ka me qenë prej banorëve të xhenemit, ka në çuditshme dhe ka me përcil se qysh ka me orë fundi që ti njeri. Subhanallahu vëllezër, e përcjell. Vjen momenti
vjen momenti që ai person shmëngohet dikon dhe e myt veten me shpatë. E dini ai që vron veten, e dini çfarë dënimi ka. A që vron veten ka thonë është në xhenem. Dhe kë vjen te profeti sallallahu ashhadu annaka rasulullah, tha dëshmoj se ti je i dërguari i Allahut, tha me çka po dëshmon, ku bindet ta, çka ndodhi? Tha ja rasulullah filoni që na e kesh mi lakmi, tha e ti tha ka me qenë prej banorëve të xhenemit, tha e vrojti veten, la ilaha illallah. Ndoshta nëzër mesazhi çka është që me pas kujdes që veprat me çdo herë duke me shku duke përmisu, veten duke përmisu, duke u forcu dhe ma tepër, duke mos u mashtru për asnjë moment, duke mendu se kena punu mjaftueshëm, sepse veprat janë sipas përfundimit. Njëri prej sahabëve dashur Lëzër ka thonë një këshill jashtëzakonisht të madhe, ka thonë nëse dikush prej juve po don me pasu dikon, me marr dikon si yrnek, me thonë se që ky është që meriton me shku mrapa, ka thonë leti pason ata që kanë vdek, subhanallah. Ka pas për qëllim sahabët e profetit. Pse? Sepse ka thonë gjallit nuk i besohet që nuk ka mundësi me deri ju. Nëse do të dikon me morë, që ato me pohë me qeni sigur që ai mos ka me ndryshu, mere dikon që ka vdek faqebardh. Ka vdek faqebardh, që ato mere si më deri. Për deri sotët është gjallë, mos e lidh për kërkon. Sepse nuk i dihet gjallit, ka mundësi që gjallit mu spravu Allah në gjera belalin. Se kjo ka qenë friga për sahabët ose për njerëz të menë, atë tash vëzër ne do të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm. Mesazhi i dytë tash vëzër është imani në qada dhe kader. Pra ky hadith tregon qartë që kadoja, kaderi janë hak. Dhe Allahu këto gjona i ka shkru, i ka vendosur dhe i ka shkru. Dhe këto veç kanë mu zbatu dhe mu implementu. Të janë të shkruara dhe të vullasta. Nuk ndryshojnë. Andaj besime në kadon dhe kaderin, pa dyshim që është pjesë e imanit, është pjesë themelore e imanit, është prej kushteve të imanit, po është edhe pjesë e rëndësishme e njeriut në jetën e tij. Sepse jetën e tij e bën ko gjatë qetë. Deli i ndodhe diçka, i ka autobusi, ka der Allahu ma shafal. Ka der. Ndodhe diçka des dikush, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. S'ka mujt me fitu çka ka pas qef. E qanë Allahu, në këtë riski jam. Pro, ai që e beson ka derin në caktimin, ai e bën jetën ko gjatë qetë. E ai që një kusht i lidh për këto kushtet e imanit, ai maron, edhe frigohet, edhe sunratohet, edhe s'knaqet kur, edhe ka bën ndoshta mirë, po çashtu sepse i mungon dashur vëzër besimi të vërkulin, mbështetjen e Allah subhanahu wa taala. Tre dashur vëzër, pika tretë e rëndësishme, shumë e rëndësishme është frika që do të më pas nga përfundimi i keq. Për i këtij hadithi, mesazhi kryesor, përveç se përfundimi e veprat vlerësohen sipas përfundimit, është që me pas kujdes nga përfundimi jo i mirë, respektivisht më mundu vazhdimisht që me na orë një përfundim i mirë. Pra, veprat tona me bë të mira. E kom cekë edhe njëherë në një ndër ligjëratat ditës së xhumo, që kur flasim për vdekjen e për mënyrën e vdekjes e kështu me radhë, nuk ka mundësi me vdek në sejdë ai person që s'folet, s'ka mundësi.
ose me vdek me ihrama që s'shkon hax, as numre. S'ka mundësi me vdek. Pra për me vdek nut Allah duhet me hecë asaj rruge. Kurse shka mrapsht, e tani o Zot merr ma shpirtin, duhet me ja bo hizmetin. Në të shëllëzër, përfundimit mirë duhet me ja bo hizmetin. Cili është hizmeti? Abdesi, namazi, largimi prej mëkateve, pastrimi vetes prej gjunoheve, pastrimi prej gjunoheve të mëdha në veçanti. Mos me qeni lidh me mëkatet më shefta, sepse vjen tashmë vonë nuk çon të përfundimi i keq vetëm ndonjë lidhje e shkurtë e keq që ke pas. E të shlëzër me pasë kujdes, të di Ibn Rajab rahmetullah njëri për djetarët njohur, Allah më shirot, kanë thonë kale ba'du salaf, kanë thonë disa prej selefit, ma abka al-uyuna ma abkaha al-kitab as-sabiq. Nuk i ka shti me kajt, ose s'kan kajt kaluarit selefin ma shumë, se sa nga friga ajo që është e shkruar atje në Aspedina. Kur i kanë kujtu që të hadithin që është shkruar atje që filonit teo, filoni biri filonit, kime qenë prej të dëshpëruar Allahu na rujtë Rabbel Alemin, që kjo i ka bo gjithë me kajt. A thua vallë, emri jam ku është. A thua vallë, emri jam ku është. Ka thonë Sufjan e Thauri, rahmetullah ta'ali, ba'da salihin, ju ka thonë disa njerëzve të mirë, akni qajt ndonjë herë, ose hel ebkake qattun ilmullahi fik, atë ka bo një herë me qajt ndonjë herë, atë ka shti ndonjë herë me qajt, ajo që Allah e din për ty. Atë ka bo ndonjë herë me kajt, me të rridh lëtë, kur duke meditua Zot, ti e din kush jemon, ti e din edhe ku kon venin. Apo, mashallah, gjithmonë e kon në qef, se nuk ka me ty, nuk ka kësi muslimoni, nuk ka në këtë dyja. Kështu po thëtë Sufjani, rahimehullahu ta'ala, subhanallahu shmazër, ishte Sufjan e Thauri, pra ishte prej atyre që thot kam qajt shumë, jem mërzit shumë, nga që ke brenga që e kam pas në vetën time, se a thua vallë, qysh jam i shkrum, ku e kam emrin unë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thonë një fjallë dashur lëzër të madhe, shumë të madhe, një frikë shumë të madhe, ka thonë e khafu en uslebel imanu ndë noft, po kam frikë që më ngrit imani para vdekjes, Allahu na rujt ja Rabbel Alemin. Sufjan e Thauri. Kam frikë që Allah më marr imanin para se me vdek. Dhe më korrit. Kurse njerëzit sa nuk kanë frikë fare. Nuk kanë frikë fare në jetën e tyre, jo me bë gjënoa, po me bë madje edhe shirkiate. Pa fije, pa asnjë tëror frikë dashur vëllezër besimtar, luftojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, fejnë e ti, mësimet e ti, udhëzimet e profetit ti, dhe bien kundërshtime me dinën e ti, pas një tëror frike. Kurse Sufjan e Thauri po thotë, e kam frikë se Allahu ka më marrë imanin para se me vdek, dhe me vdek pa iman. I ka përmend disa mëkate që personi gjatë kryerjes së atyre mëkateve të mëdha si akte të turpshme që ka janë, në ato momente thot i ngritet imani atij njeriu prej zemrës së tij. I ngritet imani. E me po me vdekë që të momente, Allahu na rujt. Allahu na rujt. Po është dashur vëllezër, mesazhi 4 dashur vëllezër besimtar, nga ky hadith është frika që duhet të kemi nga nifako. Pra ky hadith mbjedh ushqen frikën
që duhet ta ketë besimtari nga nifaku, nga dyftërsia dhe kufri, mosbesimi e kështu me radhë. Sepse po thot besimtari vazhdon me punu vepra të mira, punon, jo një vjet e 56 vjet. Deri në stëndeke. Mirë po e ndryshon, e ndron rrugën, e ndron venin, e ndron emrin, e ndron fen, e lën namazin, e lën Ramazanin, i lën edhe çka ndodh. Allahu na rejtë rabbil alamin. Ndaj tash me pas kujdes se Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dhe se profeti alayhi salatu wasalam ka këshillu, ka thonë badiru bil a'mali, nxitoni me punu vepra të mira para se me orë disa kohë, këta lejlil mudhlim, kanë me orë disa kohë dashallëzër që kanë me qenë për plot me sfida, me fitne, me të lashe, si kurse ato errësirat e natës. Errësir pas errësire, që s'din njëri ku me qite, kur hecë në qasë errësirë, nuk din ku me vendos kamën, a i syti kam bolë, po punë si bojnë. Errësire madhe. I ki syt, i ki vesht, po nuk din ku me hecë. E pravete po të bëni punë të mira sa ma tepër para se me orë që ki e kohë vështirë që njeriut i bëhet mjekull për para. Nuk din qysh me vendos. Qysh me vendos me fëmijët me ti, me punën e ti, s'din qysh me abo. Sepse sprova të mëdha të dashur lëzër besimtar, subhanallah, yusbihu rajulu, thot qohet njeriu në sabah, mu'minen wa yumsi kafira, qohet në sabah besimtar, kurse akshamin zën pa besimtar, ose onë tjetër qohet në sabah pa besimtar dhe në aksham bëhet besimtar, yebi'u dinehu, ai shet fen e tij për një interes të vogël të kësaj dynjaje. Me pas kujdes dashur vëllezër besimtar, profeti shokt të njëri për dietarë Ibn Abi Muleke, thot i kam taku 30, i kam taku 30 sahabe. Pro i kam zonë gjallë 30 sahabët të profetit alayhi salatu wassalam. Secili prej tyre e kishte frikë në fakun në veten e tij. Secili prej tyre sahabe kishin frikë se a thua valle i jam musliman që shdohet apo kam në fak në zemër. Akuzojmë në mja bo vetit ndonjë këtë pyetje një herë, çka e vërmenja. Jo publikisht, s'po kërkoj, po vetës me thonë, a thua valle, a jam në farë munafiku as jam. Akuzojmë mja bo vetit qështë. Ana duket që pe ullëm personalitetin e muslimanëve qysh Omeri, Ebu Bekri, Handhale, jo veç musliman, jo veç sahabe, por sahabet, elite sahabeve. Handhale për thotë, e bo munafik. Sepse nuk janë njëjtë sikur në xhami, sikur në shtëpi. Dhe kjo ka thonë, mu po ndërë si shajë një fokët. Unë nuk për akuzoj kërkon, asu po tha me akuzu se vetën. Mirë po, disa vepra që i boj, më shmirë ka nërë me shtilopse, në vla, a që kjo din qështu? A që kjo islam qështu? A i ka hije muslimonit me flajt kur të thirë zonin? A i ka hije muslimonit me bosh të vepra? Është mirë me bosh të pyti, qështu po tha me bo vetës? Me bo vetit para se muar momenti që ka thonë Omeri, hasibu anfusekum qabla an tuhasabu, llogaritën e veten, shtina pak lapsin, merë veten llogari para se më llogarit, para se me thirr, me thonë hajde te filan që ti çakisht të më deklaru. S'kam kur gjova, ja ki goxha shumë. Se ti shkrua ato në hupin.
ahsahu Allahu wa nesuh, Allahu I ka regjistru kërsa ata I kanë harru, kështë të bëtë Allahu në Koran. Plët gjënohe, Allahu I ka regjistru, njështë I kanë harru, këtë që ka bo. Kërejt ke harru që ka e hi laukna për 60 djetë e 50 djetë e këtë, kërejt ke harru, edhe se cilë e harrujmë. Edhe shkon mashallah, e man men veç ta shokon numre, këtë ka harru, ka e konë të jo zëtni. Ahsahu Allahu wa nesuh, Allahu I ka regjistru, ata I kanë harru kretë. Në do shëllëzër me pas kujdes. Frika nga në faku, nga dyftërsia, ose nga mashtrimi që ja bën njeriu vetës së tij. I kena dhe kogja disa mësime mirë, po regjia po të regon se është plëcu kjo koha që e këna ndodhë zakonisht për këtë ligjerat, pra është ora ne po ndërpresim këtë pjesë këtu për të vazhdu inshallah ta'ala dhe javën e ardhshme me këtë hadith, me disa mësime ose mesazhe tjera të rëndësishme shumë të dashur vëllezër besimtar, nga kjo pjesë e rëndësishme por edhe frikshme shumë, sepse po të regon që çështja është shumë serioze. Çështja shumë serioze. Nuk mjafton veç trupi, duhet edhe zemra shumë u përmisu. Për ndryshe, dalmi para Allahut Azza wa Jall me dy fytyra pastaj. Duhet shumë të shpëzër punë veçanti në ditët dhe në kohën e Zotit, që vërtet besimtarët po a kanë lakmi fatkeqësisht pa besimtarëve, mushrikave, gjunahçarëve, mëkatarëve dhe I sheh që vrapojnë I madh I vogël mas atyre që Allahu është hidhëruar. E ky nuk është mesazh I mirë. Qysh ka mundësi besimtari që Allahu e ka nxjerr prej errësirës, e kanë nderu me dritë, qysh ka mundësi mos me qenë I kënaqur e me ngojë Allahu po duhet në sikur që ata mu po. Ke ka thënë që kena defekte ose ka dikush ose njerëz kanë defekte të brendshme, e që ky hadith të dashur vëllezër besimtar tregon se ai I cili në zemrën e tij dhe vjen kjo pjesë që e sqaron këtë hadith ka defekte, atij vjen përfundimi ose nuk I vjen përfundimi mirë, kurse ai I cili është besimtari mirë dhe besimtari sinqert me Allahun nuk e korrit në fund të jetës tij, s'ka mundësi. Allahun nuk e korrit besimtarin drejt kur. Pra mos tutet ai që është I mirë me Allahun me thonë që jo ai që është I drejtë, I sinqert dhe nuk ka në zemrën e tij nifak, ai me lenin Allahu Azza wa Jall nuk Allahu ata nuk e lën mllash mirë, po me lenin Allahu I ndihmon deri në momentet e fundit dhe e bën pastaj për ai xhenetlive. Zoti na bëf për atyre cilët punojnë prej ditës se po deri në momentin e fundit punë xhenetit dhe Allahu na bëf përfundimin e mirë dhe na bëf për xhenetlive ya rabbal alamin dhe na bëf për atyre që Zoti I hidhërohet me ta në këtë botë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.